Edhe shumë e njëse që jemi Rostovec, përveç se nderuar, që më keni bëgjenisur dhe keni ardhur në shtëpi, por edhe gjithë sekretarët e Rostovecit që janë përgjigjur një pjesë nga dëshira, sepse për herë të parë në Rostovec ne zhvillojmë këtë aktivitet nga shpërbër. Këtë aktivitet në muajin e tetorit, këtu e 10 vite me radhë ne përpiqemi të bëjmë aktivitete që kanë lidhje me librin, që kanë lidhje me leximin që sepse këtu do me thënë. Dhe nga vite në vit përpiqemi që ta përmirësojmë, ta bëjmë pak më bukur, pak më interesant. Dhe ky si vjetmi padyshim është i veçantë. Dhe është pak një ide që nga nga Lindoni, me cilin kemi filluar një bashkëpunim shumë të mirë dhe të bëhet shumë të mirë. Ide të vlerësohen shumë. Dhe meritojnë të vlerësohen. Stefano Fana dhe Stefano Vetrar. Çfarë është Stefano Fana shkruante Monika në postimin e vet. Padyshim që do ta bëjmë çfarë. Por në të Rostovecin tonë, por deri më tani mësuar të bëjmë aktivitete në muzikë, në shesh, në përkëtuar njerëzit. Dhe në da kemi filluar të nxjerrim në pak vlerat e komunitetit, në disa aktivitete gjatë vitit. Sot mendoj që është fundi, që ne të arrijmë që të zhvillojmë një festival. Mbrëmjen e dieshme në Rostovec u ndes për herë të parë drita e një feste të re kulturore që premton të kthehet në traditë. Festivali Stefano Fana, edicioni i parë në një qytet me rrënjë të lashta, hapi dyert për dashamirësit e librit, mendimit dhe fjalës së bukur. Hapi u zhvillua në hallin e bashkisë nën kujdesin e kryetares zonja Majlinda Bufi, duke e kthyer datën 3 tetor në një mbrëmje të mbushur me emocion, reflektim dhe krijimtari. Publiku pati mundësinë të ndjek nga afër bisedat dhe rrëfime frymëzuese nga emra të shquar të letrave dhe publicistikës shqiptare, si Namik Dokle, Ben Andoni, Rita Petro, Liridon Mulaj, Natali Tabaku, talenti i ri nga zona e Rostovecit në fushën e artit dhe letërsisë. Unë të bëjmë sa tjetër mundur që këtë emërtim kaq të bukur Rostoveci ta përfitojë me dokumenta. Ta zbulojnë dokumentin ku është dhe vërtet ta bëjë të dukshëm dhe të merituar. Dhe ishte pikërisht kjo gjë që ne na bëri bashkë me Liridonin që këtë emërtim, këtë kuror, e vendosën Rostovecit dhe t'ia bëjë plot përgjithë. Unë kam patur një bindje time dhe vazhdimore, që për të ndryshuar mentalitetin e një shoqërie, nuk mjafton vetëm ndërtimi si infrastrukturë. Nuk mjafton vetëm që ti ta bësh shtëpi të bukur, qytetin të bukur, të shtrosh bukur. Duhet padyshim që ti në këtë rrugtim ndryshim infrastrukturor, patjetër të përpiqesh të bësh ato lloj aktivitetesh dhe ato lloj organizimesh që fillojnë të ndryshojnë mendsinë e qytetarëve. Mundësinë të gjithë njerëzve që jetojnë aty. Dhe aktivitete si ato që ne kemi filluar të bëjmë që nga fillim. Si festa e qytetit, 24 Korriku, si festa e Serave të Gjelbërta, si festa e Udhirit, festa e Njeriut të Vitit, që përmendi amiku, ku ne vlerësojmë 10 qytetarët më të mirë të qytetit tonë, të komunitetit, në fusha të ndryshme, njerëz të thjeshtë, siç mund të jenë infermer, lektor, infermier, mësues shkolle, nxënësi më i mirë, kemi shtuar dhe lexuesin më të mirë. Dhe unë me krenari dua t'ju them një fakt, që sot në Rostovec ka rreth 360 dhe 370 lexues. Lexues të rregullt me kartel që frekuentojnë në mënyrë të rregullt bibliotekën, dhe janë ata që ne na bën përpara përgjegjësisë për të shtuar titujt nga viti në vit. Dhe gjithashtu dua t'ju them që biblioteka e Rostovecit është një nga 20 biblioteka në vend që ka arritur të ketë një sistem digjital të gjithë regjistrit të librave dhe titujve që ka në inventarin e vet. Dhe çdo lexues mund të futet dhe elektronikisht të shohë gjendjen e kartelës vet, titujt e rinj që janë futur aty, por jo të gjithë kanë. Dhe kjo tregon përsëri një lloj përkushtimi që ne kemi. Mua më vjen mirë që këtu të paktën në këtë sallë ne kemi disa nga ata që shkruajnë në Rostovec. Kemi edhe të tjerë që ne janë. Disa
janë edhe të njohur në kontakte. Ne kemi pasur pjesë aktivitetet tona. Kemi Flamurin, kemi Natalin, që përmendin aty. Kemi Gazin, që edhe se shtuan profesionalisht për fushën e vet, po sigurisht që lëni gjuhë në këtë fushë. Kam marrë për të promovuar disa nga librat e mi këtu dhe gjithmonë kolegëve shkrimtarë të tregoj se si kam kaluar në Slovec dhe çam kam bërë përshtypje. Këtu për herë të parë, nuk e di Beni dhe Rita, ndoshta nuk e di, drejtori do të ketë marrësh. Për herë të parë kam dëgjuar që në 10 qytetarët më të mirë të qytetit që shpallen çdo vit, çdo fund viti, njëri nga 10 është lexuesi më i mirë i qytetit. Vërtet. Po. Dhe kjo është duket si një fakt i zakonshëm, po mua më duket që është i jashtëzakonshëm. Madje është jashtëzakonshëm sidomos jo për Shqipërinë, po ta marrësh në tërësi edhe për gjithë Europën, botën e tjetër. Me këto më të përmend një fakt që gjatë këtyre kohëve të fundit, njerëzit po i largohen librit dhe di një fakt që në Spanjë gjatë 20 viteve të fundit janë mbyllur 9.000 librari. Çka do të thotë që njerëzit i largohen librit, por kjo është një faktësi. Ti largohesh librit do të thotë ti largohesh jetës, ti largohesh kulturës, ti largohesh marrëdhënies me njerëzit, në fjalë me radhë. Dhe nga kjo pikpamje, Roskoveci është një shembull dhe nuk e them vetëm unë, por të gjitha ata që kanë ardhur. Unë kam biseduar me Bujar Mudrin, pasi ka qenë në një aktivitet këtu dhe kishte të njëjtat përshtypje. Kam biseduar me Flutrën, pasi bëri promovimin e librave të saj këtu dhe edhe ajo kishte të njëjtën përshtypje. Pra, ju jeni një qytet liberdashës. Unë, Liridoni, sepse Liridoni është një nga organizatorët për mendimin tim nga më të mirët që e bën këtë punë me dashuri të madhe për librin dhe unë nuk i them gjithmonë Liridon, po nga herë them Liberdon, që e do librin, e do librin si çdo lirin. Se Liridon do të thotë dua lirin, po Liberdon do të thotë dua edhe librin. Dhe mendoj që është një medalje e pashpallur kjo për Roskovecin. Ndonjëherë kur kujtoj Roskovecin dhe flas për Roskovecin, më kujtojnë ato qytetat e vogla për cilat shkruan Çehovi, ato tregimet mrekullueshme, ku duket qyteti i vogël por që ka një shpirt madh, ka një jetë madhe dhe ta krahasosh është si futboll. Dikur Dinamo, Partizani, Shakhtar Donetsk, po tani Rogozhina po del kampioni. Kështu që nga kjo pikpamje ka ardhur një kohë që nuk për të lexuar librin, për të qenë i kulturuar, për të qenë qyteti i pastër etj, nuk ka rëndësi je qyteti i madh apo qyteti i vogël. Por a je qytetar i kulturuar apo jo? Dhe libri është një nga faktorët më të rëndësishëm për kulturën. Unë jam shkrimtar, jam me profesion dhe gazetar. Ky organizim, ky festival, edicioni i parë i festivalit literar Stefano Fana, në fakt ishte ide imja. Ne shkrimtarët dhe krijuesit këtë punë kemi të propozojmë ide festivalesh, sepse për ne letërsia sigurisht është gjithçka, por kur gjen njerëz që të mbështesin edhe njerëz që t'i hapin dyert, atëherë këto ide konkretizohen. Kështu që së bashku me kryetaren e Bashkisë Roskovecit, cilët unë gjej rastin edhe ta falenderoj zonjën Majlinda Bufi, e konceptuam së bashku këtë festival. Pse Stefano Fana, kjo nuk ka nevojë të shpjegohet nga unë, mund ta shpjegojnë më mirë vendasit, është një emër i lashtë i Roskovecit, i cili kërkon të jetëzohet dhe kryetaria sigurisht do merrte nismat e veta dhe u konceptua në 2 net, sepse koncepti i festivalit është kur ka disa panele, ka disa lokacione të ndryshme, edhe ka përtej diskutimit letrar, ka dhe ndërhyrje pra lexime, interpretime, diskutime, pyetje të tjera. Mbrëm ne patëm në natën e parë patëm Benandonin, patëm Rita Petron, poeten, patëm dhe shkrimtarin Namik Dokle. Ishte konceptuar një lokacion fakt tek memoriali i dëshmorët atë dhe për shkak kohës edhe të ftohtit e tjerë u zhvendos në hallin e bashkisë, ndërsa sot që ishte nata e dytë, u mbajt këtu në kishën e Shënkollit në Kurjan, një lokacion fantastik, shumë i mirë në fakt, me
Primož Llakun, Besnik Mustafajin dhe Agim Baçin. Gjithashtu ne patëm të pranishme edhe 3 krijuese të Roskovecit dhe kjo duhet theksohet sepse ne nuk erdhëm në Roskovec në një tokë djerë, e cila nuk ka një lloj produkti. Ne erdhëm tu dhe gjetëm shkrimtar. Dhe sigurisht kjo ishte një tjetër arsye për t'ju dhënë një shtys me Natalita Bakun, me Stelinën dhe me Anxhelën, pra 3 krijuese të reja të qytetit. Kush është qëllimi i këtij festivali? Sigurisht kultura, letërsia, unë e them gjithmonë, në një qytet mund të investosh në rrugë, në mjedis, në ndriçim, cilat janë jetike për njeriu, por gjithmonë kam përshtypjen që mentaliteti në një qytet edhe një zonë ndryshon kultura. Ky është një hap jashtëzakonshëm, shumë pak qytete në Shqipëri ka një festival letrar të tillë dhe kjo duhet cekur. Roskoveci u bë njënër të paktet dhe shpresoj të jetë një lloj lokomotive edhe për qytetet tjera. Ky hap i parë nuk ishte thjesht një ngjarje kulturore, por një urë që lidhi kujtesën e qytetit me frymën moderne të letërsisë, duke i dhënë tetorit muajit të letërsisë një kuptim të veçantë. Sapo kemi përfunduar natën e dytë të festivalit letrar Stefanofana në Roskovec, e cila bëri bashkë autorë të njohur si Primož Llaku, Besnik Mustafaj, Agim Doçi, nën moderimin e shkrimtarit të ri Liridon Mulaj, në kishën e Kuranit, në një ambient të mrekullueshëm, e cila transmeton kulturë, trashëgimi kulturore, në një shoqëri shumë të këndshme me bashkëqytetar dhe me nxënës të gjimnazit të Kuranit, të cilët interpretuan shkrime dhe poezi të ndryshme nga autorët që ishin prezent në këtë takim, qytetarë të ndryshëm të cilët u treguan të interesuar dhe shumë dashamirës me çfarë autorët prezantuan gjatë gjithë rrugtimit të tyre të letrave dhe së bashku kemi kaluar gati 2 orë të këndshme dhe shumë interesante në këtë natë të dytë të këtij festivali. Unë do ta vazhdoj këtë traditë dhe në aktrimin dhe në recitimin e mrekullueshëm të aktorit Klajdi Marku që recitoi pjesë të këtyre autorëve. Ajo që më takon mua si kryetare është që edicionin e dytë ta bëjmë edhe më të përmirësuar, edhe më të zgjeruar, me emra të tjerë autor të njohur, jo vetëm kombëtar, por pse jo edhe ndërkombëtar. Unë besoj që këto aktivitete kanë marrë peshën dhe rëndësinë e duhur në komunitetin roskovecar, i cili këtë radhë ka treguar dashamirësi për librin, por edhe kulturë qytetare.